Aktoria e famshme zbulon sekretin e pamjes rinore në moshën 80 vjeç. Aktoria e njohur Jocelyn Smith ka tërhequr vëmendjen me deklaratën e saj për sekretin e bukurisë dhe energjisë që vazhdon ta karakterizojë edhe në moshën 80 vjeç, teksa mori pjesë në darkë galat organizuar për 50 vjetorin e serialit legjendar Charlie's Angels. Ajo u shfaq në krah koleges së saj, Kate Jackson. E pyetur nga gazetarët për mënyrën se si vazhdon të duket kaq rinore, Smith dha një përgjigje të thjeshtë, por domethënse të jetosh shëndetshëm dhe të duan. Aktoria e njohur tregoi se lumturia e saj lidhet kryesisht me familjen dhe njerëzit e afërt. Ajo foli me shumë emocion për bashkëshortin e saj, kirurgun Brett Allen, me cilin është e martuar që prej vitit 1997, si dhe për 2 fëmijët dhe 3 niprit e mbesat. Sipas saj, dashuria dhe mbështetja familjare janë elementi më i rëndësishëm në jetën e saj. Për mua, gjithçka varet nga dashuria dhe familja, u shpreh Smith gjatë eventit të mbajtur në New York, duke reflektuar mbi statusin e saj si ikon mode dhe televizioni. Aktoria tha se fillimisht nuk e kishte kuptuar ndikimin që kishte pasur, por beson se seriali hapi rrugën për një përfaqësim ndryshe të grave në ekran.